Si në Shqipërinë e Edi Ramos, ashtu edhe në Serbinë e Aleksandar Vučićit është konsoliduar një formë qeverisje që nuk e ndan më kufirin midis shtetit dhe krimit, por e zhduk me vetdije. Pushteti nuk e lufton më krimin, ai e kontrakton, e nënshtron dhe e kthen në instrument të tij. Në këtë model banda nuk funksionon më si një rrezik për shtetin, por si pjesë e arkitekturës së tij. Kjo nuk është thjesht korrupsion apo nepotizëm. Kjo është një formë qeverisje që bazohet në bashkëtesën me strukturat e dhunës dhe të frikës, ku aparati shtetëror nuk i kontrollon grupet kriminale, por bashkëpunon me to për të ruajtur pushtetin. Nuk ka më dallim midis një zyrtari dhe një kriminali, midis një kontraktori publik dhe një trafikanti, midis një drejtuesi vendor dhe një furnizuesi kokaine. Ata funksionojnë në të njëjtin sistem, ndajnë të njëjtën logjik, përdorin të njëjtat metoda. Qëllimi nuk është ndërtimi i një shteti, por mbajtja e pushtetit përmes çdo forme të frikës, manipulimit dhe përfitimit. Në këtë rend, zgjedhjet nuk janë më akt politik, ato janë operacione logjistike të kontrolluara nga rrjete të strukturuara klienteliste, ku blerja e votës, intimidimi, frika dhe kompensimi me para në dorë janë pjesë e buxhetit elektoral. Në vend të fushatës përdoren grupet e rrugës, në vend të debatit përdoren makinat e blinduara dhe patronazhistët. Në këtë model, çdo segment i territorit i është deleguar një strukturë informale. Në qytet janë oligarkët që kontrollojnë ndërtimin dhe tregun publik. Në periferitë urbane janë grupet që trafikojnë drogon dhe kontrollojnë zonat e votës. Në fshatra janë personazh që sillen si autoritet lokal, të lidhur me pushtetin përmes patronazhit dhe shërbimit elektoral. Ky është modeli i pushtetit që vret politikën dhe zëvendëson atë me rrjete kriminale. Media nuk investigon dot sepse frigohet, prokuroria nuk heton sepse është pjesë e marrëveshjes, policia nuk vepron sepse është pjesë e zinxhirit, shoqëria nuk organizohet sepse është e zhytur në borxhe, frikë dhe propagandë. Në vend të reformës ofrohet një stabilitet i frikshëm. Në vend të llogaridhënies ofrohet spektakël, në vend të drejtësisë ofrohet selektivitet. Kjo nuk është më tranzicion, është normalizimi i një modeli ku shteti nuk është më garanti ligjit, por garanti heshtjes dhe i kontrollit total. Ky model po kthehet në referencë për gjithë rajonin. Nuk është më specifik për një lider apo një parti. Është bërë manuali i qëndrimit në pushtet në Ballkanin Perëndimor. Dhe sa më shumë hesht perëndimi për këtë skem, aq më shumë ajo forcohet si model alternativ ndaj demokracisë funksionale. Raportet e Freedom House e klasifikojnë të gjithë rajonin si zona me demokraci hibride dhe rënje të indeksit, me theks të veçantë tek Serbia dhe Shqipëria. Transparency International në analizat e saj mbi kapjen e shtetit thekson përdorimin e ligjeve të krijuara me porosi dhe kontrollin politik mbi drejtësinë. Raporti Deconstructing State Capture in Albania dokumenton me fakte se si rrjetet klienteliste, ndikimi mbi drejtësinë dhe korrupsioni e kthejnë pushtetin në një aleancë me krimin. Studimet të ngjashme të Seldit tregojnë se kapja e shtetit po përhapet si praktikë sistematike në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Nëse nuk thyet kjo simbiozë midis pushtetit dhe krimit, asnjë reformë nuk ka kuptim. Asnjë zgjedhje nuk është e lirë. Nuk ka më drejtësi reale dhe asnjë shpresë nuk ekziston. Ky është modeli që po kontrollon rajonin. Është modeli që duhet thyer, nëse Ballkani do të ketë një të ardhme që nuk matet me numrin e bandave që administrojnë.